Mafia shqiptare pushton Meksikën, klani Hysa lidhje me kartelin Sinaloa. Në një investigim i medias meksikane e reflektuar dhe në raportime ndërkombëtare si ato të Politico, hedh dritë mbi shtrirjen dhe rolin e grupeve shqiptare mafioze në Meksik, duke i cilësuar ato si një nga strukturat më të zhvilluara në aspektin financiar dhe logjistik. Sipas këtyre burimeve, inteligjenca meksikane dhe evropiane identifikon praninë shqiptare kryesisht përmes të ashtu quajturit klani Hysa, hyrja e cilit Meksik u konsolidua përmes një aleance me franksionin Ismael El Mayo Zambada nga karteli i Sinaloas. Ky bashkëpunim u ndërtua mbi një ofertë konkrete, hapjen një rrugë direkte për trafikun e kokainës drejt Evropës Lindore dhe Ballkanit, ku çmimi i drogës është ndjeshëm më i lartë se në tregun amerikan. Për këtë arsye, grupet shqiptare përshkruan si operator kyç të porteve dhe aeroporteve europiane, veçanërisht në Antwerp dhe Rotterdam. Karakteristikë kryesore e këtyre rrjeteve, sipas raportimeve, nuk është dhuna e dukshme, por aftësia për ta pastruar para në shkallë të gjerë. Dokumentet e agjencive si DEA, UIF dhe Departamenti Testar të Shtetit Bashkuar përshkruajnë këto grupe si investitorë të miliona eurove në komplekse turistike, hotele, kazino në rajone si Baja California dhe në Quintana Roo. Sipas të dhënave, ata operojnë përmes kompanive fasad në sektor si konsulenca, eksport, importi, agroindustria, ndërsa përdorin gjithashtu kriptomoneda dhe transferta ndërkombëtare për të shmangur sistemet tradicionale të kontrollit financiar si SWIFT. Raportet përmendin se rrjeti shqiptar ka pastruar para të trafikut të drogës për fraksionin La Maisa, i përdorur në kazino dhe restorante luksionese si Scampa, Midas dhe Ochuna, të vendosur në Baja California dhe Sinaloa. Në këto ambiente, sipas investigimit, bastet simuloheshin për të legalizuar miliona dollar para kesh. Prania e tyre është përqendruar në zonat kyçe si Tijuana, Rosarito, Ensenada, shteti i Meksikës dhe Quintana Roo, duke krijuar një rrjet qëndrueshëm financiar dhe logjistik. Agjencisë e Aeroportit dhe DEA theksojnë se këto struktura janë jashtëzakonisht vështira për të gjurmuar për 3 arsye kryesore: operojnë mbi bazën e lidhjeve familjare dhe besnikërisë besës, mbajnë profil të ulët dhune dhe përdorin pasaporta evropiane të lishme ose të falsifikuara me cilësi të lartë për të hyrë në Meksik si investitor të lishëm.